Po flasim sa i përket lidhjeve dashurore, martësore, me njerëz të cilët kanë dallime, qoftë fetare, qoftë të nacionalitetit, apo tjera. Sa janë të pranueshme këto? Një pyetje shumë e vështirë, se e dim ç'është janë, domethënë. Sidomos në shoqërinë tonë. Po, sidomos në shoqërinë tonë. Edhe mendoj që kur të flasim për këtë temë është e rëndësishme me fol që ekziston, domethënë, këtë botën, ky racizëm edhe domethënë vështirësia kur ta kish lidhjen që të akceptohet, nuk është që flasim vetëm për na shqiptar, ama unë sidomos folin në rrjetet sociale shumë për këtë temë, edhe jepi domethënë guxim dhe fuqi vajzave tjera, edhe aty shihet sa shumë vajza më shkruajnë që janë në njëjtën situatë, që nuk e akceptojnë domethënë familja, që e kanë shumë vështirë vetëm për lirinë e dashnisë, domethënë kanë me dashur. Unë aty kam një mendim shumë strikt, okay, edhe ne kam një mendim drejt që jo vetëm, po edhe sidomos që vete përjetoj që në fundit është ma e vlerëshmja edhe ma e rëndësishmja kanë ti e donë, me kanë ti kuptohesh, që vlerat e juve për shtaten, apo përdin pavarëm prej paragjykimeve, pavarëm prej origjinës ose fesë. Aty dush me këshirë ti si individ, do me thonë qka është për ty rëndësishme edhe kush për shtatet. Erza, me që diskutu me herë të dhe shpyta që të da kemë gjirin që të përmend, ju jeni në një lidhje me, se s'po them të huaj. Mirë që s'po thu të huaj, se s'është i huaj. Kër e kam fyt Erzën, kër i kam tregu për temën që bëjmë, edhe në shkova me këtë terminologjin që e përdorim ne me të huaj, tha, fillimisht ta mu se përdojnë me të huaj. Thash, hajde dhe emision sa ma shvetë. Që tu jam mirë. Puna është, e di që nuk e thojmë në kontekst, që adin që nuk është po në fundit për mu është gjua gati ma e rëndësishmja kur të flasim edhe sidomos për feminizëm ose për gjera që duhet me ndryshu në shoqëri tonë. Po, shumë e vërtet, po, të na njët kështu, do më thonë një temë të cilin me i ditë paka shumë dhe shikuste për çka po flasim. Kështu që absolutisht kjo që apo të tu është. Po, se e ndikon që nuk janë njëjtë, që nuk janë do me thonë një, po që është dikush tjetër, që nuk është joni. Kështu që është joni nëse e gjenë në gjuhën e mirë kuptimit. Kështu i bje? Po, për mu, do me thonë zemrën ma kupton, kështu që nuk është i huj, se një huj. A paragjykohesh Erza për shkak që ti jetë bashkjeton? Po. Me një të nacionalitetit gjerman? Po. Shpesh thëmë, mirë shkon me mi thonë do sene në ftyrë, se muj mu përbalu edhe muj me full. Dhe me thonë, është ma shumë për mas shpine, sidomos për njerëzve që kanë vetë lidhin e ty në lëmë, thojmë na. Atë që se kanë kur ka heqë, që ma bojnë mua, vëdën, ma mirë të kështë marë shqiptare, vëdën. Se na tjerët e kena ndrit me shqiptare. Po, se vëdën në thëmë, wow, e s'po di cili për juve është një shembull për mu, që po falni, vëdën, se së qëmë të e gjithë. E aty kom thonë, qëre, zemrën teme ka me fitu ma i miri, e nësë është ma i miri, së shqiptar, a i ka me fitu. A vëdën, se nuk është letë mu marrë me mu. Jam një feministe, jam një femën në këtë botë, edhe sidomos në këtë shoqëri nuk është e letë. Burri jam është feminist, kështu që më kam i rritu, mendoj. Dhe pra daj është këtu ku është. Edhe jam ku jam, po. Edhe e lutur. Dhe e lutur. Se po dyshiet nga fjallë, kështu. Që kjo më ka meritu ma e bukra për krejta asoj që ka the. Se me të vërtet, kur të meriton, jam dhe. Po. Po. Edhe ma shumë se veten. Dhe thonë, kom faza tjetës, këtë thëmë, gjithë qka është shumë, s'jam enough, s'jam... Paraciklit, nga më të deklarë. Në qatë javën e mujt, a vëdit, e kom ato. Bander, a vëdit kështë murë. Po du me u përgjisht të nda një histori interesante të dashurisë, që po besoj se është edhe shumë motivuse, por është e një periudhe ku ka qenë shumë më vështirë të martohen dy të rinj të nacionaliteteve të ndryshme, një kosovare prej Gjakovës dhe një italian. Ashtë më tepër kur ai ka qenë me mision këtu në Kosovë, Lejana për ma vonë, se kjo është histori tjetër. Sa më të për italian, shumë e dopt për mu. E kam një letër këtu drejtuar zanave. O zot e dia. E disha që ka ardhe përgatit. Duhet ta meritologe. Jo, e kam një histori definitivisht shumë të bukur dhe shumë emocionale që përdu me nda me juve,
është Diana Haxhibeqiri Kafana, është prej Gjakovës, edhe është e martuar me një italian, me një super italian. Diana është familjare e bashkëshortit tim, edhe unë e kum taku bashkëshortin e vet. Para se me lexoj letrën du ta bëj një pyetje Paulina, çka është super italiani? Nëse duhet me i dhënë epitet, dhëndri ma seksi në familjen e burit. Që dora në zemër, Fabio Fulco edhe Walter Nudo janë kanë dy super italian, për një super italian. Shumë super italian. Ama që ata s'me di qëfar italiani është. Po, që ta lexoj historinë edhe e shep se është super italian. Okej. Diana na thot kështot. Nga një mision në Kosovë drejt një jetës së bashku. Njohëm gjatë një misioni në Kosovë, ai ushtari i NATO-s në mbrojtjen e lirisë së Kosovës, ndërsa unë isha aty me një rol tjetër, por me të njëjtën dëshirë për të ndihmuar. Në një kontekst të vështirë mas tensioneve dhe shpresave lindi historia jonë. Ishim të ndryshëm në shumë aspekte, gjuhë të ndryshme, fe të ndryshme, zakone të ndryshme, madje edhe kombësi të ndryshme. Por pavarësisht gjithçkaje vazhduam të ndërtonim diçka së bashku. Që në fillim kemi pasur një respekt të thellë për njëri tjetrin në çdo dallim, në çdo zgjedhje. Dashuria jonë i ka kapërcyer të gjitha kufit kulturor dhe personal, duke treguar se kur ka respekt të vërtet gjithçka është e mundur. Në fillim kisha frikë nga reagimi i familjes, i farefisit dhe shoqërisë. Kisha frikë se nuk do të kuptonin dhe do të gjykonin. Por kur e njohën Gjovanin, çdo dyshim u zhduk. Integriteti i tij, butësia dhe dashuria e sinqertë i fituan besimin dhe dashurinë e të gjithëve. Që atëherë jemi të martuar në lumturi. Kemi një djalë, kjo historia është më e veçanta nga krejt ajo që ka tregon Diana, që është 12 vjeçar dhe quhet Bekim. Djali ka të njëjtin emër si vëllai im që e humba në luftë. Ishte buri im, ai që e zgjodhi atë emër që kur ishim të fejuar. Më thoshte gjithmonë, nëse një ditë kemi një djalë, do të ketë emrin e vëllait tënd për nder të tij. Gjovani gjithmonë ka pasur një respekt të thellë për gjithçka që më përket mua, që nga rënjet kulturore deri tek ato familjare. Është ai i pari që më qorton kur flas italisht me djalin ton. Më sheh me një butësi të vendosur dhe me atë shqipën e tij të italianizuar, më thot: "Diana, fol shqip me Bekim. Për të gjuha jon, gjuha ime duhet të jetoj brenda djalit ton bashkë me identitetin e tij." Kjo është historia jonë, një lidhje e lindur mes vështirësive, e rritur me dallime dhe e forcuar nga dashuria dhe respekti ndërsjellët. Po flasim për një periudhë kur të thuar se jam dashuruar në italian, në një qytet si Gjakova, ku dorën zemër nuk është se kam bërë edhe shumë hapa përpara sot, e lere mo të flasim para 12-13 viteve, sigurisht se ka qenë një hap i guximshëm i Dianës për me i tregu të tjerëve se unë du me i thy tabut edhe du me u martu me njeriun që e dashuroj, edhe po lidhja ime nuk është e prirur me dështu, sepse paragjykimi më i madh që ju bëhet martesave me nacionalitetet të tjera është se janë martesa të prirura për me dështu. Ashtu e sheh ky popull, sepse shqiptarët zotohen se do të jenë të martuar që nga momenti kur martohen deri në vdekje, gjë që po tregohet se nuk është e vërtetë dhe ne po bëjmë hapa drejt ndryshimit të stilit të jetës tonë, por që gjithashtu po tregohet se martesat me nacionalitete të tjera, të huaja që njihen në popullin tonë për me e kuptu, po që nuk është fjala e dur, pajto me dhune, po tregohet gjithashtu që janë martesat të cilat kur kanë bazë dashurinë dhe respektin janë të suksesshme dhe aq më tepër kur flasim për histori të tilla dhe promovohet një lloj dashurie si kjo, sepse dorën zemër të kërkosh t'ja vendosësh emrin e vëllaut tënd të humbur në luftë është një akt dashurie dhe respekti ndaj teje, sepse sikur po e ringjall diçka të humbur të cilën po doni me jetu bashkë. Dhe unë kam një respekt jashtëzakonshëm për këtë njeri, e kam taku veç një herë, nuk më ka ra me taku më shpesh, sigurisht se e pres Gjovanin kur vin Kosovë vi kafe. Jo me kryzonat, veç me mua. Kjo është dallimi se Paulina kur foli për super italianin, kjo e pa që ka kërkuar emrin e fëmis me qita aso, unë një super italian mendova diçka tjetër. Në fakt unë edhe ato çka ke mendu është imazhi i tij, sepse është ushtarak. Vetë fjala italiane Kështu që mos e bëni sërç në rrjetet sociale, mjafton veç me di.